Përshëndetje televizionistë të nderuar, jeni edhe me një edicion të emisionit On Time këtu në televizionin Koha. Kohëve të fundit ka shumë zhvillime politike që kanë mbërthyer opinionin publik në vend, kanë mbërthyer mediat, por edhe partitë politike. Po përmendi vetëm disa prej tyre: rikonstruimi i qeverisë, çështja e emrave në Tetov, 2 vjet qeverisje të Vlenit, por edhe shumë çështje tjera sonte do t'i diskutojmë me bashkëkryetarin e Vlenit dhe kryetarin e komunës së Tetovës, zotin Bilal Kasami. Zoti Kasami, mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm, faleminderit për ftesën. Zoti Kasami, unë përmenda disa nga zhvillimet, por nuk e përmenda atë që fillimisht dua që pyes. Për nesër BDI ka thirrë një protest lidhur me çështjen e emrave këtu në Tetov. Nuk kemi patur deri tani një reagim zyrtar nga Vleni. Ndoshta do e kemë ekskluzivitetin. Çka mendoni ju për këta protesta që organizohen nga BDI? BDI-a thot vlerëson se vendimi në fjalë prek historinë, trashëgiminë dhe identitetin shqiptar në Tetov. Fillimisht më lejoni të sqaroj opinionin që bëhet fjalë për një situatë absurde. BDI nuk deklarohen se qëndrojnë zyrtarisht pas protestës së nesërme. Këshilltarët e BDI-s para një kohe kërkuan seancë të jashtëzakonshme të Këshillit Komunal dhe kur morën informat që kjo nuk është çështje e Këshillit Komunal dhe në situatë që Këshilli Komunal mund të përsërisë gabimin që është bërë në 2007, me automatizëm Këshilli Komunal shkon në rizgjedhje në bazë të ligjit dhe të kushtetutës dhe heshtën atë çështje. Tani, përsëri, duke ditur që faji më shumë është i atyre, sepse nuk kemi ne as pak faj si Vlen, as në pushtetin qendror dhe as pushteti lokal, ata po mundohen edhe një herë të hudhin gurin dhe të fshehin dorën. Pra, konkretisht, ata duhet të tregojnë se cili është faji i kësaj komune, kësaj qeverisje aktuale të komunës dhe kësaj qeverie aktuale në pushtetin qendror. Për të sqaruar edhe njerë, sepse nuk kam dashur të merrem me këtë çështje personalisht, një shkaku i angazhimeve të mia të shumta, edhe në krye të komunës së Tetovës, por edhe në krye të Vlenit për të riorganizuar këtë strukturë politike, ja do të mundohem shkurt me sqaru kronologjinë e problemit. Fillimisht në vitin 2006, Këshilli Komunal i Tetovës sjell një listë, pra konform ligjit, për pushtet lokal, duke cituar nenin 5, paragrafi 2 të ligjit për pushtet lokal, i cili shumë qartë thot, pra që emërtimi i rrugëve dhe shesheve bëhet nga një listë e cila merr miratim apo pëlqim nga qeveria e Maqedonisë së Veriut. Dhe konform po këtij nenit të ligjit për emërtimin e rrugëve dhe shesheve, Këshilli Komunal në mbledhjen e mbajtur me 30/11/2006 miraton një listë, propozim listë të emrave të cilin e sjell e dërgon në qeveri. Dhe nga ai moment, qeveria e Maqedonisë së Veriut nuk ka marrë një qëndrim sa i përket kësaj problematike. Pra nuk e ka miratuar, por nuk e ka refuzuar. Në vitin 2007, në prill të vitit 2007, Këshilli Komunal, pra e ka nisur duke cituar ligjin për emërtimin e rrugëve dhe shesheve, nenin konkret që thot se duhet pëlqimi i qeverisë, por në mungesë të një pëlqimi të qeverisë, nuk e di në çfarë rrethanash, Këshilli Komunal në vitin 2007, më konkretisht në prill të vitit 2007, sjell vendim për emërtimin e këtyre rrugëve. Dhe këtu, po ashtu për të sqaruar opinionin, pra nuk bëhet fjalë për një çështje ndëretnike, por bëhet fjalë për çështje ideologjike. Pse? Sepse në këtë listë të vendimit të Këshillit Komunal nuk janë të gjithë rrugët me emërtime shqipe. Unë do të citoj një rrugë e cila është emërtuar dhe është abroguar, pra është emërtuar me këtë vendim, në të cilin po thirret BDI, dhe e cila thot kështu: Rruga Ivo Ribar Lolla
emërtohet në rrugën Krushevska Republika. Pra, me këtë vendim që krenohet BDI, një rrugë emërtohet Krushevska Republika. Nuk e di është emërtim shqip, apo një event, apo një rasti, apo një ngjarje të shqiptare. Rruga JNA emërtohet Solunski atentatori. Nuk e di cila është backgroundi shqiptari këtyre atentatorëve të cilët po emërtohen. Dhe rruga Boris Kidrić emërtohet Metodi Antonovčenko. Pra këtu listova 3 emra të cilat lidhen me kulturën dhe historinë maqedonase të kohës më të re, jo të ideologjisë titiste apo komuniste. Dhe unë nuk pash që dikush nga komuniteti Maqedonas të dalë dhe të protestoj, sepse janë të vetëdijshëm që ky vendim nuk ka marrë miratimin e qeverisë dhe nuk është konform të ligjit të cilin ata e citojnë në vendimin e parë në listën që e kanë miratuar. Pra edhe një herë BDI proteston kundër vetvetes. Pse? Sepse ata kanë pasur mundësi që nga viti 2008, kur kanë qenë në qeveri, deri në vitin 2024, në çdo moment të sjellin një vendim për pëlqim të kësaj liste të cilën e ka miratuar Këshilli Komunal në 2006. Për më shumë, BDI trumbetoi dhe na lodhi me kryeministrin shqiptar. E dini cili ka qenë vendimi i parë i kryeministrit shqiptar? Ju mund supozoni se pëlqimi për emërtimin e rrugëve, por jo. Pra nuk ka qenë pëlqimi për emërtimin e rrugëve. Vendimi i parë i kryeministrit shqiptar të famshëm, pra Talat Xhaferi, ka qenë kërkesë që komuna e Tetovës urgjent të ndërpres punimet për ndërtimin e stadiumit qytetit. Pra ju kujtua Talat Xhaferit, kryeministrit famshëm shqiptar, që të kërkojnë ndërprerjen e punimeve të stadiumit që po ndërtohet, një tribinë veç më është ndërtuar dhe po punohet në tribuna të tjera, dhe jo se i kanë sjellë disa emra të rrugëve pa pëlqim të qeverisë. Pra, edhe një herë, për mos me lodhur shumë opinionin, bëhet fjalë për një vendim që nuk është sjellë konform ligjit dhe për të cilin gjykata kushtetuese ka sjellë vendim për abrogim. Por, këtu nuk komentojmë vendimet e gjykatës kushtetuese. Këtu është vetëm një gjë indikative. Përse gjykata kushtetuese priti 20 vite për të kontestuar një vendim të vitit 2007. Dhe a është kjo edhe një herë një akt i koordinuar mirë mes gjykatës kushtetuese, të cilët janë zgjedhur në kohën e BDI-s dhe BDI-s për të penguar një proces i cili tani më ka nisur. Dhe sot, konform ligjit, konform kushtetutës, konform marrëveshjes politike të partnerëve të koalicionit, sot të kësaj qeverie, ne veç më jemi në fazë të avancuar, më them në fazë përfundimtare, të emërtimit të rrugëve, shesheve dhe institucione Në tjera. vendim të gjykatës u potencua se 4 herë nga komuna e Tetovës nuk është dorëzuar dokumentacioni i duhur. Çka bëhet fjalë? Cilin dokumentacion? Për lidhur me Po s'kemi pasur në një pëlqim. Do më thonë, gjykata kushtetuese ka kërkuar pëlqimin e qeverisë. Do thonë, nuk kemi pasur 3 herë qeveria nuk po nuk kemi pasur një pëlqim të tillë. Do më thonë, qeveria nuk mund të sjellë një pëlqim të cilin pra nuk e ka kërkuar komuna në fakt të cilin të komunës nga viti 2006. Pra në këtë rast, gjykata kushtetuese ka kërkuar dokumentacion se a ka një vendim të tillë dhe as qeveria dhe as komuna nuk mund të informojnë gjykatën kushtetuese për një vendim që nuk ekziston, një pëlqim që nuk ekziston. Pra, këtë vendim të 2007-ës që ka pru Këshilli i Komunës Tetovës nuk ka pasur një vendim paraprak, një pëlqim. Pra, kjo qeveri nuk mund të sjellë një pëlqim të një kohë që ka kaluar, të 2006-2007. Tani më, pse kjo qeveri nuk e ka nisur procesin e sjelljes së një pëlqimi të tillë? Sepse me ardhjen time në krye të komunës së Tetovës, unë kam nisur procesin e emërtimit të rrugëve dhe nga momenti kur ky proces do të përfundoj, ky vendim
i 2007-ës dhe ky vendim i gjykatës kushtetuese bëhen të palënt, të pa vlerë, sepse nga momenti kur do të emërtohen gjithë rrugët në Tetov, sigurisht që do të jetë vendim konform kushtetutës Për së ta ligjit. sqaruar opinionin, zoti kryetar, si do të jetë epilogu, çfarë do të bëhet me patin e rrugëve, Dervish Sara, Sheshit, Iliria? Për të qetësuar qytetarët, nuk ndodh asgjë me vendimin e gjykatës kushtetuese, nuk ndodh asgjë që nuk ka ndodhur apo që ka ndodhur më herët apo para sjelljes së këtij vendimi. Sepse edhe komuna e Tetovës, dhe u prezantua në media një dokument i tillë, edhe komuna e Tetovës, në momente të caktuara të komunikimit zyrtar me institucione tjera, ka përdor po të njëjtat emërtime, Marshall Tito dhe JNA. Në kohën 2015, e din qytetarët kush ka qenë kryetari i komunës së Tetovës në vitin 2015. Pra, edhe tash, Komuna e Tetovës në komunikimin e saj dhe gjitha institucionet komunale, ndërmarrjet komunale, do të përdorin emërtimet nga viti 2007. Por ne, si deri tash, si s'kan mund tas ata, nuk mund të detyrojmë institucionet tjera, cilët do qoftë ato, qendrore, apo private, siç është EVN dhe institucionet tjera, apo këto ndërmarrjet e telekomunikacionit, që të përdorin një emër i cili nuk është zyrtar. Pra, edhe një herë, do të vazhdoj ajo dhe cila, pra në praktik, në realitet, nuk do të ndryshoj asgjë vendimi i gjykatës kushtetuese. Komuna do të vazhdoj të përdor emërtimet e vitit 2007 e këndej, institucionet tjera do të vazhdojnë të përdorin emërtimet si kanë përdorur gjithmonë, dhe në ndërkohë, Komuna e Tetovës do të vazhdoj me procesin e emërtimit të rrugëve. Ky proces do të përfundoj konform ligjit e kushtetutës dhe nga i moment edhe këta rrugë, edhe shumë rrugë tjera do të kenë emërtime shqiptare. Por jemi të ky proces, kryeministri pati një deklaratë publike, tha se ka biseduar me ju lidhur me këtë çështje të emërimit të rrugëve. Ka një marrëveshje? Po patjetër unë përmenda se edhe këtu të sqaroj opinionin. Pra edhe në vitin 2007, në Këshillin Komunal, vendimi është sjell me shumicë të votave, pra edhe me votim të dyfisht. Pra, edhe atëherë edhe sot, ky vendim është sjell me votim të legjislaturës komunale të atëhershme ku ka qenë prezent VMRO. Pra, në këtë rast, emërtimet e rrugëve të cilat i citova unë, janë emërtimet të cilat janë dakorduar mes partnerëve të atëhershëm të koalicionit BDI dhe VMRO. Disa emërtime të jenë shqipe, disa emërtime të jenë maqedonase të ideologjisë më të re të Maqedonisë të popullit Maqedonas. Dhe në këtë rast, pra, ne kemi po të njëjtin dakordim edhe sot, që në komunë të Tetovës të ketë emërtime të rrugëve të cilët reflektojnë realitetin e sotit. Pra, edhe atë etnik, edhe atë ideologjik, ne nuk themi se pse kanë qenë ato emra deri vitet e 90-ta. Ato emra kanë qenë sepse ka qenë ajo ideologji titiste, komuniste, jugoslave, e cila ka imponuar që në një qytet dominant shqiptar, gati gjitha emrat dhe emërtimet të jenë të një ideologjie dhe këtu nuk ka të bëj vetëm me popullin Maqedonas, po ka të bëj me ideologjin jugoslave. Pra, sot kemi një marrëveshje në qeveri me partnerët e koalicionit, që në Tetovë të përmbyllet me sukses emërtimi i rrugëve dhe shesheve konform ligjit, konform kushtetutës dhe duke respektuar realitetin kompleks, multietnik, multifetar, multikulturor të Tetovës dhe tetovatëve. Çfarë efekti pritni të kenë këto protestat e BDI-s? Unë besoj që nuk do të ketë përgjigjet nga ana e qytetarëve, bile unë kërkoj falje nga qytetarët që BDI arriti që të marrë kohën edhe timen të shtrenjtë që e kam në shërbim të qytetarëve për të harxhuar për një temë inekzistente, sepse edhe një herë ne të tregojnë se cila është përgjegjësia e komunës Tetovës, cila është përgjegjësia e kësaj qeverie, që ne të dalim dhe të ju përgjigjemi. Pra, e vetmja përgjegjësi këtu është e gjykatës kushtetuese dhe e BDI-s, të cilët në mënyrë të sinkronizuar dakordojnë një vendim për abrogim të këtij vendimi në momentin kur jemi në fazën finale të emërtimit të rrugëve konform kushtetutës dhe konform ligjit, dhe një herë duhet të pjesë publikisht BDI. A është edhe një tentim i BDI-s për të ndalur procesin e emërtimit të rrugëve në Tetovë. Sepse
atë që nuk e bën në vitin 2007 deri në vitin 2024, tani ndoshta është e filozofia për inat të rest të më vdes djali. Pse nuk e bëm ne, do i pengojmë edhe këto ta bëjnë, sepse nuk ka efekt tjetër. Pra tentimi i tyre është sot për të krijuar tensione që edhe sot mos kemi ne mundësi për t'i emërtuar mbi 200 rrugë me emërtime shqipe dhe të realitetit të Tetovës dhe Tetove. Prandaj edhe një herë le të tregojnë BDI cila është intenca e kësaj proteste. Për hir të së vërtetës, them edhe një herë, vendim është i gjykatës kushtetuese, nuk është i komunës Tetovës, nuk është i qeverisë. Nëse duhet protestuar, e din adresën ku e kanë, jo para komunës Tetovës, jo në Tetovë dhe jo para kësaj qeverie. Në këtë kontekst, kryetar, ekziston një thënie e Ali Ahmetit, i cila më të madhe shpërndahet nga partijakët e tij, nëse një herë dalë në rrugë, nuk kthehem më në shtëpi. Po doli një herë edhe u kthye në shtëpi. Kur i doli, e dimne, lista e zezë, dole në rrugë, i vënduan shatorat para prokurorisë, dhe kur u dolën emrat në listën e zezë për gjithë krimin dhe korrupsionin që e kanë bë, futën bishtin dhe shal edhe u kthye në shtëpi. Mendoni se nuk do të ketë një efekt? I kanë lexuar qytetarët, shqiptarët i kanë lexuar edhe Ali Ahmetin edhe gjithë ata të cilët duan të vinë në qeveri jo për të zgjidhur hallet e shqiptarëve sepse nuk i zgjodhen. Gjithmonë kanë ofruar zgjidhje gjysmake dhe nuk do t'i zgjidhin. E vetmja gjë që ata do ta vazhdojnë është milionat të cilat i bën për vetvete, korrupsioni, keqpërdorimi i detyrës dhe pasurimi i tyre dhe anëtarëve të familjes tyre. Prandaj shqiptarët e kanë kuptuar dhe më Ali Ahmeti nuk do të ketë shans me votat e qytetarëve të vinë në qeveri. Të kthehemi një temë tjetër, po ashtu mjaft të rëndësishme, rikonstruimi i qeverisë. Kohëve të fundit po zhvillohen takime mes partnerëve të koalicionit. Cilat janë të rejat më të fundit? Vini nga Shkupi me sigurisht ka patur takime intenzive. Çka mund të thoni për të shikuesit të televizionit? Ishte koha që pas 2 viteve dhe pas një raportimi të punës 2 vjeçare të kësaj qeverie të reflektojmë për atë që kemi bërë dhe atë që kemi premtuar. Patjetër që në një situatë pak më komplekse, kur një qeveri, në këtë rast partneri shqiptar vlen, ishte një koalicion i më shumë partive dhe individëve që në proces të kuptojmë se për disa tema dhe me disa individ nuk kemi pasur njëjtin vizion dhe të njëjtën qasje për sa i përket qeverisjes dhe prandaj ishte e natyrshme që në këto rrethana ne si vlen të kërkojmë riformatimin e qeverisë. Dhe si rezultat i gjithë këtij procesi dhe këtij reflektimi, veç më jemi në fazën përfundimtare të dakordimit me kryeministrin apo me partnerin e koalicionit që të kemi një riformatim të qeverisë dhe këtu përveç asaj që ne kemi bërë vlerësim të punës së ministrave tonë, sigurisht që kemi kërkuar që të reflektohet edhe sa i përket disa ministrave të tjerë, të cilët në momente të caktuara kanë me deklaratat e tyre, qëndrimet e tyre, punën apo mos punën e tyre, kanë krijuar shqetësim të qytetarët, veçanërisht ata shqiptar. Prandaj ne kemi kërkuar dhe parimisht jemi dakorduar që të ketë edhe rokat të ministrive. Sigurisht që do të shkojnë disa ministra të cilët kanë dhënë deklaratat të pakujdesshme që kanë prekur drejt për së drejti shqiptarët dhe këtu po ashtu do të ketë... Mund të flitim më konkret, zoti, nëse nuk është... Më konkretisht mund të them që kemi një dakordsi parimore, paraprake, që vlen të ketë ministrin e drejtësisë. Një ministri të rëndësishme, veçanërisht në një kontekst kohor apo në një situatë kur kemi të pyetet edhe znami provimin e jurisprudencës dhe provime tjera profesionale, ku ne edhe pse nisëm një procedurë për ndryshimin e ligjit, procedurë e cila do të vazhdoj në procedurë parlamentare, por duke pasur parasysh faktin që BDI edhe në këtë rast, bashkë me disa
partnerët opozitës që i ka, paralajmërojnë bllokim edhe të kësaj zgjidhje, pra si shumë raste tjera, pra le që kanë penguar zgjidhjen e problemeve të shqiptarëve dhe avancimin e të drejtave të tyre derisa ishin 20 vite në qeveri, por edhe sot në opozitë paralajmërojnë blokada dhe pengesa të tilla. Pra, me marrjen e ministrit të drejtësisë nga Vlen, nëse BDI dhe partnerët e saj do të tentojnë të bllokojnë këtë zgjidhje ligjore për provimin e jurisprudencës që edhe studentët shqiptarë provimin të mbajnë në gjuhën shqipe, ne përmes ministrit do të ofrojmë zgjidhje tjetër që detyrimisht provimi i radhës për studentët shqiptarë të jetë në gjuhën shqipe. Pra, një informat ekskluzive, por sigurisht që do të ketë edhe ministrit tjera me të cilat do të qeverisë Vlen dhe të cilat janë të rëndësishme për shqiptarët dhe patjetër që pozicioni Vlen me këtë riformatim do të jetë shumë i mirë sa i që ka qenë. Po që do të bëhet pati me Stojlkovicin që përmendet? Do të marrë Bleni këta? Përmendet në gjitha janë të informacione jo zyrtare. Është edhe një situatë, do kësha thonë, problematike. Ne kemi pasur, do kësha thonë, diskutime të vazhdueshme për atë se bëhet fjalë për një ministri specifike, e cila gati se gjithë kohën është udhëhequr nga shqiptarët dhe pse jo suksesshëm, veçanërisht me udhëheqjen e fundit të ikurit apo atij që sot është në burg shtëpiak. Ne kemi vlerësuar që kjo ministri duhet të udhëhiqet nga një kuadër me kredibilitet dhe me një pajtueshmëri dhe pranim nga gjithë komunitetet në Maqedoni, sepse vetë definicioni i ministrisë apo emërtimi i ministrisë është i tillë. Ka pasur e përmenda disa shqetësime për qeverisjen e zotit Stojlković dhe ne kemi kërkuar që të rishqirtohet edhe kjo dhe këtu kemi një dakordsi paraprake, por nuk dua unë të jap fjalën e fundit sepse jemi në fazën e negociatave, por kemi një kërkesë dhe ka një gatishmëri që edhe kjo ministri të udhëhiqet nga kuadrot të Vlenit, me çka përfundimisht pra do të mbyllen gjitha ato tema të cilat mundohi t'i hap BDI në momente të caktuara, duke shfrytzuar udhëheqjen e kësaj ministrie nga zoti Stojlković. Shikur nga një këndvështrim tjetër, kjo i bie zoti kryetar se dy ministra ashtu të them më problematik për shqiptarët që ishin lutë Pilkovi dhe Stojlkovići, zaten po eliminohen nga qeveria. Ju përmendet për shkak të rezultateve, por edhe për shkak të deklaratave të pakujdesme që janë në opinion. Unë po them që gjithë ministrat e kësaj qeverie, edhe në riformatimin që vjen, duhet jenë ministrat të cilët duhet të kenë parasysh që Maqedonia si një shtet dhe shoqëri multietnike do të duhet që të respektojnë gjitha komunitetet në këtë vend dhe do të duhet që të kujdesen për gjitha komunitetet në këtë vend. Pra një ministër qofti komunitetit Maqedonas apo shqiptar nuk udhëhiqet nga parimi i asaj që unë do të kujdesen vetëm për komunitetin tim, por do të duhet të kujdeset për gjithë. Prandaj në këtë frymë ne kemi qeverisur dhe do të vazhdojmë të qeverisim. Pra gjithë qeveria dhe ministrat e saj do të shërbejnë gjithë qytetarëve pa dallim përkatësisë tyre etnike. Nga informata që jo zyrtare rezulton se VMRO do të marrë me siguri Ministrinë e Shëndetësisë, Ministrinë e Punës Sociale dhe Demografisë dhe resorin e eurointegrimeve, ndërsa Vlen në këmbim do të marrë Ministrinë e Drejtësisë, Ministrinë e Kulturës, Ministrinë e Sportit dhe Ministrinë për marrëdhënie ndërmjet bashkive. Si ju duket ki ndarja këtyre resoreve, edhe pse nga opozita do të thonë se po zbehet ndikimi i Vlenit në këtë. Çfarë do që të bëjmë, opozita detyrën e ka që të na kritikojë. Në fakt, nëse do të mbyllet, por në fakt jemi në fazën përfundimtare të përmbyljes së kësaj marrëveshje, në një situatë të tillë, Vlen po përforcon pozitat e saj në qeveri, sepse po merr tani më 6 ministri me resor të caktuar. Po ashtu dua të theksoj që në këtë kombinatorik po bisedohet dhe është në tavolinë edhe Ministria e Kulturës, dhe duke pasur parasysh shpeshën e kësaj ministrie për finansimin e kulturës shqiptare, por njëherët edhe për kritikat e vazhdueshme
që na janë bërë se po dëmtohet kultura shqiptare, institucionet dhe shoqëritë dhe shoqatet e ndryshme që promovojnë kulturën shqiptare, ne kërkuam që kjo ministri të udhëhiqet nga kuadër të Vlenit, që mos ketë kështu shqetësime ndëretnike se një komunitet apo një komunitet tjetër po diskriminohet. Pra, edhe kjo është e rëndësishme, pra të potencohet që Ministria e Kulturës është një ministri me një peshë të veçantë sa i përket asaj se shqiptarët duhet të marrin hisën e tyre në këtë shtet. Dhe këtu, po ashtu, dua të theksoj që edhe me dikasteret që kemi udhëhequr dhe me atë që do të udhëheqë Vlen pas rikonstruimit, ne jemi shumë më mirë me pozicion se sa në shumë momente që ka udhëhequr BDI për 20 vite, për më shumë që janë dikastere të cilat ne do të udhëheqim dhe të cilat në mënyrë të drejt për drejt prekin të drejtat dhe avancimin e pozitës shqiptarëve. Ne sigurisht që kujdesimi për gjithë qytetarët, por për ne me prioritet është avancimi të drejtave të shqiptarëve dhe këtë kemi dëshmuar në këto 2 vite qeveri. Ministrit si Ministria e Punëve të Jashtme, Ministria e Mbrojtjes në kohën kur Maqedonia është shtet antar i NATO-s, Ministria e Financave, sigurisht që është me rëndësi të udhëhiqen nga kuadro shqiptar dhe këtë rast edhe nga kuadro të Vlenit, por më pak është i mundur që puna e tyre të vlerësohet në aspektin etnik. Pra, Ministri i Mbrojtjes duhet të kujdeset për mbrojtjen e këtyre gjithë qytetarëve të Maqedonisë pa marrë parasysh përkatësinë etnike, Ministri i Financave duhet të sigurojë financa për gjithë qytetarët pa marrë parasysh përkatësinë etnike, apo Ministri i Punëve të Jashtme duhet të kujdeset për proceset dhe për diplomacinë pa marrë parasysh përkatësinë etnike. Pra, në këtë rast, edhe një herë po e përsëris që çfarëdo që të bëjmë, BDI ka detyrë që të na kritikoj si opozit dhe mund të lavdroj se me sukses po kryen rolin e opozitës, si nuk e ka kryer rolin e pushtetit derisa ka qenë 20 vite në qeveri. Ne me kujdes marrim të gjitha reagimet e tyre dhe sigurisht që po veprojmë. Edhe në këtë rast, ne po tregojmë që kemi vepruar në bazë të asaj që ka qenë si kritik nga opozita, nga qytetarët, veçanërisht sa i përket Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë të Komuniteteve, Ministrisë të Kulturës. Pra, këtu janë dikasteret të cilat ne kemi kërkuar që më drejt për drejt që shërbejmë shqiptarëve. Zotëri, keni emra konkret se kush do të udhëheq me këto dikastere apo ende? Jo, nuk mund të flasim për emra konkret, sepse fillimisht duhet të përmbyllim bisedimet me partnerin e koalicionit, me VMRO, DPMN, dhe pastaj të ulemi mes brenda Vlenit, që të shohim se cilat janë kuadrët më meritor për të udhëhequr dikasteret të cilat jemi dakorduar. Këtu ne po ecim me shumë kujdes procesin, sepse nuk kemi kohë. Tani është pjesa e dytë e ndeshjes. Në një ndeshje futbolli, në pjesën e parë mund të bësh kalkulime me lojtarë cilët i fut në fush, por në pjesën e dytë sigurisht në një rezultat do kisha thënë baraz do duhet të futim pak lojtar më ofanziv që të përmirësojmë imazhin tonë edhe atë të cilën ne nuk arritëm ta bëjmë për 2 vite apo në pjesën e parë, dhe këtu sigurisht që opinioni do të jetë i surprizuar, do kisha thënë pozitivisht, sepse në një situatë kur ne duam t'ju shërbejmë qytetarëve, duam t'ju shërbejmë shqiptarëve, nuk do t'jenë mbi të gjitha kombinatorikat partijake apo personale të njohjes me lidershipin e Vlenit, por opinioni do të surprizohet edhe njerë pozitivisht, sepse mund të vinë në kombinatorik emra të cilat nuk lidhen drejt për së drejti me ndonjërin nga subjektet politike, nuk lidhen drejt për së drejti me Vlenin, por janë emra të respektuar të, do kisha thonë, të shqiptarëve këtu në Maqedoni dhe njihen si akademik, njihen si ekspert të njohur të lëmisë. Në politikë, zoti Kasami, kur bëhet rikonstruimi i qeverisë, ekziston një bindje se rikonstruimi paraqet një shenjë krizi. Por duket se nga që thoni, kjo paraqet një energji të re për të çuar përpara proceset që e keni në programin e tyre. A mund të quhet edhe kështu? Po patjetër, unë thash, pra rikonstruimi vjen në moment kur ne vetëm me 28 qershor kemi paralajmëruar raportimin e gjitha ministrave dhe funksionarëve të Vlenit
për atë që e kanë bërë, apo në faktat që se kanë bërë dhe që është dashur të bëjnë, dhe si rezultat i këtij raportimi dhe kësaj analize ne erdhëm deri te kjo situatë kur duhej të jo vetëm të bëjmë ndryrimet mes ministrave apo individëve brenda Vlenit, por të kërkojmë pozicione të reja përmes të cilëve më mirë do të implementojmë atë të cilën e kemi premtuar, dhe patjetër që për ne kjo është një lëvizje pozitive, sepse do të vinë emra të ri të cilët nuk arritëm ta bëjmë në këto 2 vite fuqishëm, besojmë që do ta bëjmë në 2 vitet e mbetura të qeverisjes, por njëherët edhe me dikasteret dhe sektorët resorë që marrim, do të përmirësojmë edhe atë imazh të cilin u mundua opozita ta nxjijë të Vlenit se nuk janë të rëndësishëm në qeverisje, dhe sigurisht që tani më gjithë opinioni, si thonë edhe zogjtë e malit, po e kuptojnë që Vleni është një faktor i rëndësishëm në këtë qeverisje, dhe nëse ka momente krize nga individ të caktuar, edhe pse ata individ janë paraqitur si të fuqishëm dhe të pa ndryshueshëm, po del që nuk është ashtu. Pra, do kisha thënë që Vleni më shumë merret me punë se sa me llafe e muhabete edhe me biseda të kota. Ne kemi treguar në këto 2 vite qeverisje dhe po tregojmë edhe me këtë rikonstruim të qeverisë që atë të cilën ne po e bëjmë dikush as që ka mund ta imagjinojë. Sekretar, kjo rikonstruimi bëhet me ndrimin e 7 deri 8 resoreve. I bie që është një rikonstruimi i madh. Edhe kur do të votohet si përbërje plot qeveritare. A i bie kjo se nuk do të ketë zgjedhje të parakoshme parlamentare? Pra edhe këtu nuk doha ta dëshproj BDI-n dhe simpatizuesit e saj, më spaku Aliuni, i cili çdo ditë në fjalë ka zgjedhje të parakoshme, por vetë kjo kësha thonë, ky riformatimi i qeverisë në këtë përbërje ku gati gjysma e qeverisë do duhet të riformatohet, tregon që kjo qeveri po përgatitet që të mbarojë mandatin e plot. Mund Aliu dhe BDI të vazhdojnë të kërkojnë, sigurisht që është e drejtë e tyre legjitime, mund të vazhdojnë të trumbetojnë se do të ketë zgjedhje të parakoshme, por e kemi thënë dhe vazhdojmë të qëndrojmë në atë që Maqedonisë së Veriut, qytetarëve të saj, shqiptarëve ju duhet një mandat i plot që të mund të vlerësojnë qeverisjen për punën 4 vjeçare dhe të mund të pastaj të kërkojmë mandat të ri për propozimet e reja, premtimet e reja dhe projektet dhe nevojat e reja të cilet i kanë qytetarët. Edhe njëherë, po që është një indikator se ky riformatim bëhet që me forcat e reja tani më të përmbyllet mandati 4 vjeçar. Zoti Kasamin, 2 vjet vlen në qeveri, vlen e krijua si një alternativë për ndryshim. Çfarë ka ndryshuar realisht për qytetarin shqiptar në 2 vite qeverisje? Ne fatmirësisht thash tani më kemi bërë një raportim të asaj që është bërë për këto 2 vite, sepse kemi kërkuar nga gjithë funksionarët dhe gjithë kanë dorëzuar raportet e tyre. Janë shumë punë të cilat janë bërë, janë shumë projekte të cilat janë bërë, sigurisht që do më duhe një kohë pak më gjatë për t'i treguar të gjithë, por unë nuk do të harxoj kohën, do të jap disa nga sukseset e kësaj qeverie për këto 2 vite. Ajo që për BDI për 20 vite ishi pa imagjinueshme, sot e kemi realitet. Një ligj të veçantë për shkollat fetare, apo siç e njohim ne për medrese. Përfundimisht, pra medreseja është shkollë e themeluar në bazë të ligjit dhe njohur nga ligji dhe institucionet e këtij shtetit. Ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Me gjitha kritikat e BDI-s është një fakt i pamohueshëm. Ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat është pra buron nga marrëveshja e Ohrit dhe ndryshimet kushtetuese. Norma kushtetuese për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. BDI nuk arriti për 20 vite ta sjell një ligj të tillë, në gjysmën e mandatit të saj, dikun pas 10 viteve solli një mekanizëm të cilin e trumbetoi si mbyllje të problematikës, por që po njëjta gjykatë kushtetuese e zgjedhur në mandatin e tyre menjëherë
ju a ktheu edhe u tha se jo, kjo nuk është zgjidhje ligjore. Pra nuk mundet një çështje që duhet të zgjidhet me ligj, të zgjidhet me një vegël apo me një mekanizëm administrativ. Pra ne përfundimisht po sjellim një ligj për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, i cili edhe këto dilemat të cilat i ka opozita për kuota apo për mekanizma kontrollues, sigurisht që nëse ata sollën një mekanizëm të tillë, një vegël të tillë, pa pasur një ligj, ky ligj do të mundësoj që shumë çështje të rregullohen me akte nënligjore apo me vegla të tilla për përcjellje të implementimit të ligjit. Ka pasur rritje të pagave në gjithë sektorin publik, vetëm në komunë të Tetovës unë kam gjetur komunën me paga të zjarfikësve, të cilët kujdesen për pronat tona, për fatet tona, për jetën tonë, me paga jo më shumë se 20.000 denar, dhe sot nuk ka pagë të zjarfikësit e cila është ndër 50.000 denar, pra më shumë se 2 fishin e pagave. Më shumë se 2500 biznese të hapura me përkrahje të drejt për drejt nga Ministria e Ekonomisë dhe Qeveria. Rritje të pagesave për të rit deri 23 vjet, pra pagesë prej 3.000 denar për çdo të ri deri 23 vjet, ajo që ishte kërkesë e kahmoqshme e një komunikimi më të lehtë mes shqiptarëve, ne e bëm realitet. Një hyrje me Kosovën, që kemi vetëm një kontroll, me një pritje, po është më shumë se One Stop Shop, sepse BDI e promovoi One Stop Shopin me Shqipërinë, por ai doli që e ngadalsoi më shumë punën, kontrollin apo fluksin e lëvizjes, sepse me One Stop, edhe pse edhe ne po e kemi deklaruar disa herë, po më e përafërt me këtë që është implementuar me Kosovën është me hyrje. Pra, kemi vetëm një kontroll në hyrje. Me One Stopin me Shqipërinë kemi 2 kontrolla, por në një ndalesë. Pra, në një vend dalin qytetarët, kontrollojnë edhe policët e Maqedonisë, edhe ata të Shqipërisë. Pra, me Kosovën kemi sistemin vetëm me kontroll në hyrje, pra një kontroll, edhe në Tabanoc, ku kemi lehtësuar komunikimin mes shqiptarëve të Luginës dhe të Maqedonisë së Veriut dhe sigurisht të bashkëqytetarëve tanë të cilët janë në marrëgim. Jemi në fazën e përmbilljes së marrëveshjes edhe me Shqipërinë, që edhe në Qavthan, edhe në Bllat të kemi këtë sistem me hyrje me çka do të lehtësohet komunikimi brenda shqiptarëve edhe me Shqipërinë. Ligji për lojrat e fatit i trumbetuar nga BDI për 20 vite dhe kur nuk u soll, tani më është në fazë, domethënë, parlamentare për të miratuar me çka përfundimisht, pra në zonat urbane do të pamundsohet hapja e lojrave të fatit, me atë që 500 metër larg institucioneve shkollore do të pamundsohet hapja një biznesi të tillë. Mbi 20 milion euro të siguruara për kampusin universitar Nën Tereza në Shkup, që BDI e promovoi dhe kur nuk e realizoi, 20 milion euro faza e tretë e sheshit Skënderbeu në Shkup, dikon të 70 milion euro për spitalin e Tetovës, që përfundimisht spitali Tetovës të bëhet një spital rajonal, dikun të mbi 35 milion euro për filter stacionin dhe kolektorin e ujrave të zeza për Tetovën, me çka përfundimisht një problem i kahmoqshëm i Tetovës po përmbillet. Shumë shpejt duhet nisin punimet, pra gjitha procedurat administrative janë përmbillur dhe shumë shpejt do të nisin punimet në teren, pra operatorët cilët kanë marrë realizimin e këtyre punimeve po bëjnë përgatitje të fundit që të nisin punimet në tender, në teren. 55.000 voucher për student për pajisje elektronike dhe shumë projekte të tjera. Pra, qeverisja vlen për 2 vite, leqe ja ka vletur, por sigurisht që është një qeverisje e cila në esencë dhe realisht i ka zgjidhur problemet e shqiptarëve dhe jo në mënyrë fiktive dhe duke improvizuar ashtu si ka ndodhur me BDI-n, ku një zgjidhje ofronte një herë dhe përsëri me të njëjtën zgjidhje dilte dhe e kërkonte votën e qytetarëve, siç është ligji
për gjuhët ku bëdi për tre herë radhazi e ka deklaruar se ka zgjidhur këtë çështje dhe kur nuk e zyrtarizoi gjuhën shqipe. Si do t'i përgjigjen ju akuzave të BDI-së se gjatë 2 viteve në pushtet të Blenit për një pozicion të dobët në qeveri Karshi Vëmëros të gjitha bendimet i merë Vëmëroja, si u përgjigjen këtyre akuzave? Po nëse Vëmëroja do të kishte marrë një vendim për të legalizuar medresen, është pyetja shumë e thjeshtë. Pse 10 vite, 2008, 2018 BDI nuk e legalizoi, 2016 nuk e legalizoi medresen në bashkëqeverisje me Vëmërojen. Nëse Vëmëroja do të kishte marrë një vendim për ligjin për përfaqësim të drejtë adekuat, parashtrohet pyetja pse Vëmëroja nuk e solli këtë ligj apo nuk e nisi procedurën në qeverisje me BDI për 10 vite. Pra, në këtë rast, BDI e din më së miri se ne se pozicioni i Vlenit është shumë më i fuqishëm se pozicioni i tyre në qeveri. Dhe këtë pozicion Vlen e shfrytëzon për të realizuar dhe për të avancuar të drejtat e shqiptarëve dhe jo për të bërë biznes. Ajo që në opinion është dukur si një pozicion i fuqishëm i BDI-s, në fakt ka qenë pozicion për krim dhe korupcion. Dhe ju pa, pra në qeverisjen e fundit të BDI-s me LSDM-n, ku BDI e bënte shumicën në kuvend, nuk e shfrytëzoi për të drejtat e shqiptarëve, por e shfrytëzoi për Soravin, e shfrytëzoi për biznese të familjarëve të liderit të partisë së saj dhe për atë që gjithë e njohim. Pra milionat të cilat në vend që të shkojnë në kanalizimin dhe ujësjellsin e Zajazit, shkuan të familjarët më të afërt të liderit të BDI-s. Pra edhe një herë, qeverisja Vlen është qeverisje e cila po punon për shqiptarët dhe me gjithë potencën e saj që ka, do të vazhdoj të punoj për shqiptarët dhe garantoj qytetarët që fuqia e Vlenit është shumë e madhe se ajo që ka pasur BDI për 20 vite, sepse atë ne dëshmua me gjithë këto që i citova unë në këto 2 vite qeverisje. Pra, ne kemi realizuar për 2 vite apo për 24 muaj më shumë se që ka realizuar BDI për 24 vite. Si janë raportet brenda koalicionit Vlen tani pas bashkimit? Po unë do të vlerësoj se janë shumë korekte, veçanërisht me kryeministrin, por në përgjithësi edhe me qeverin. Disa ministra me të cilat kemi pasur momente të caktuara të mos përputhjes mendimeve me gjas po ikin dhe do shkojnë. Unë besoj që me këtë rikonstruim do të kemi raporte edhe më korekte me gjithë qeverin dhe me gjithë ministrat dhe gjitha drejtoritë dhe institucionet të cilat udhëhiqen nga kjo qeveri. Të kthehemi te komuna e Tetovës, përveç çështjeve të emrat, si po shkojnë punët në komunën e Tetovës? Ju shohim nëse ndjekim rrjetet sociale të angazhuar gjithandej me projekte infrastrukturore. Çka është ajo që për momentin ju shqetëson më tepër për Tetovën? Për momentin në Tetovë janë duke realizuar me 10 projekte, të cilat kanë të bëjnë me përmirësimin e infrastrukturës rrugore, edhe më tutje, dhe më thonë, për gati 5 vite, tani më jemi në vitin e 5, dhe ajo që njihet qeverisja ime në komunën të Tetovës është asfaltimi rrugëve, por vazhdojmë me po të njëjtin intensitet, sepse për 30 vite nuk u bë asgjë për Tetovën dhe ende na duhet kohë që rrugët e Tetovës të jenë ashtu si të gjithi duam. Për momentin po ndërtohen objektet e 3 shkollave, 2 shkollave të mesme, të ajo që e njohin në opinion si shkolla e tekstiles dhe shkolla gjimnazi 7 Marsi. Po ndërtohet objekti i shkollës Rilindja në Sels, që edhe këtu lejen dhe punimet ka nisur me ardhmen time në kryet komunës Tetovës dhe po realizohen nga Ministria e Arsimit. Po ndërtohen në të njëjtën kohë 2 pishina, po ndërtohen 3 kanalizime atmosferike, do të nisë kanalizimi fekal, atë që përmenda ujrave të zeza, kolektori dhe filter stacioni, dikun të bit 35 milion euro, po rregullohet çështja e ujit të pishëm, pra ka nisur realizimi i projektit për gypin kryesor të fazës së parë të furnizimit me ujë të pishëm nga Leshnica deri tek rezervuari në
Tetov, në përditshmëri po realizohen investime në infrastrukturën ujore, pra përmirësimin e rrjetit të ujit, pra në përditshmëri po realizohen projekte për të përmirësuar atë të cilën na e lanë fatkeqësisht në trashëgimi paraardhësit e mi. Po ashtu po punojmë intensivisht edhe në sferën e kulturës. Për herë të parë, Komuna e Tetovës ka një institucion për kulturë rinore, institucion i cili do të institucionalizoj kulturën dhe përkrahjen e rinisë në Tetovë, një rini shumë vibrante, shumë dinamike, që kërkon një përkrahje institucionale dhe tani më do të ketë një përkrahje institucionale të drejtpërdrejtë edhe nga Komuna e Tetovës përmes Qendrës për Kulturë Rinore. Po ashtu ne punojmë edhe në përmirësim të kushteve në arsim shkollat fillore dhe të mesme. Nga ky vit do të nisë mësimi gjithditor në disa nga shkollat e Tetovës, po bëjmë përgatitjet gjatë pushimeve që janë brenda verës dhe nga shtatori, pra në disa nga shkollat fillore të Tetovës do të kemi mësim gjithditor, në disa shkolla do të kemi mësim edhe në njëndrim, pra po punohet paralel në disa rrafshe që Tetovës t'ja rikthejmë atë dinjitet, atë zhvillim, atë përparim të cilin i cili ka munguar ndër vitet në të kaluarën. Pra është një angazhim, do kisha thënë, 24 orë për një Tetovë të cilën të gjithë e duan. Si do ti qetësosh qytetarët e Tetovës për shembull se nuk do të kenë obligime më të mëdha pagesa për të paguar ujin, beturinën e këto çështje që patën jehon kohëve. Patjetër që edhe këtu problemi kryesor ka qenë të zgjidhet çështja e mbeturinave dhe ne përfundimisht e kemi zgjidhur çështjen e mbeturinave, po për shkak se kishte një situatë mbi 30 vite të keq menaxhimit të ndërmarrjes komunale, ku BDI lejoi shumë qytetarë të papërgjegjshëm që mos paguajnë rregullisht faturën e ujit dhe mbeturinave, u kriju një situatë e shqetësimit e disa nga qytetarët, por që shumë shpejt u rikthye në normalitet dhe sot edhe opozita nuk e kundërshton faktin që Tetova është shumë e pastër se sa që ishte në qeverisjen e tyre, dhe ajo që e paraqini ju si shqetësim, unë mund të garantoj qytetarët që çmimet e shërbimeve publike komunale në komunën e Tetovës do të jenë gjithmonë më të ulta se ato të përcaktuara me ligj dhe me rregullativ të agjencionit për energjetik dhe i cili merret me rregullimin e çmimeve, në këtë rast të energjisë elektrike, të ujit dhe gjitha çmimeve të kontrolluara dhe të rregulluara nga shteti. Pra, edhe në këtë rast, edhe çmimi i mbeturinave, edhe çmimi i ujit, edhe shërbimeve tjera komunale është ndër çmimin plafon që e ka përcaktuar ligji dhe Komisioni Rregullator për Energjetikë. Kryetar, ju përmendni disa aktivitete kulturore, por si do ketë verë kulturore si vjet dhe si do të jetë vera kulturore? Po, këtë vit besoj që vera kulturore do të jetë, mo them, më mirë, po s'paku në nivelin e vitit paraprak. Në disa elemente do të jetë shumë më mirë se vitin paraprak. Do të kemi ansamblet kombëtare të Kosovës dhe të Maqedonisë së Veriut. Do të kemi këngëtar për gjeneratat pak më të moshuara, të cilët e njohin, siç është Sabri Fejzullahu, i cili din të krijojë atmosferë në kështu evente publike. Do të kemi për herë të parë një grup që do të na vijë nga Amerika, grupi Meta, i cili po ashtu njihet për gjeneratën e mesme të tetovarëve dhe të shqiptarëve. Do të vinë këngëtar për grupmoshat më të reja, të cilët unë po nuk e që i njoh shumë, ndoshta ju a gaboj edhe emrin, siç është Gjensila, Nora, Emra, Bra, edhe shumë këngëtar tjerë të cilët i kanë kërkuar gjenerata më e re. Pra do të ketë aktivitete kulturore për gjitha grupmoshet, për gjithë qytetarët, për gjithë komunitetet, shqiptar, maqedonas, turk, rom, pra për çdo komunitet në Tetovë, për çdo grupmosh. Do të ketë aktivitete sportive të ndryshme, siç ka pasur edhe vite tjera. Pra këto ditë të nxehta të korikut, mbrëmjet do të jenë vërtet freskuese. Dhe kretë në punë, zoti kryetar, jemi ka fundi e emisionit. Si e shihni ju Maqedoninë deri në përfundim të mandatit
tuaj 4 vjeçar në qeveri? Si e shifni Blenin? Është një, do kisha thonë, kohë turbulente, për shkak të zhvillimeve globale dhe rajonale ku sigurisht kanë impakt drejt për drejt në zhvillimet edhe politike edhe ekonomike në vend. Nuk mund të injorohet ajo që po ndodh në linjën e mesme, nuk mund të injorohet ajo që po ndodh në Ukrainë, nuk mund të injorohet ajo që po ndodh në relacionet globale geostrategjike mes Europës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra në gjithë këto relacione sigurisht që kanë impakt drejt për drejt edhe në zhvillimet politike dhe ekonomike në Maqedoninë të Veriut. Ajo që mund të garantoj qytetarët që kjo qeveri, veçanërisht vlen në këtë qeveri, do të bëjë të pamundurën që ky efekt të zvoglohet në maksimum, pra efektet negative nga këto zhvillime globale të jenë minimale për qytetarët e vendit, veçanërisht për shqiptarët, edhe ato politikat të cilat i përmendëm, pra përkrajnë drejt për drejt të realizimit të projekteve për komunat, për të rinjt, për pensionistët, për administratën, pra ne po mundohemi që çdo lëvizje të çmimeve si rezultat i krizave të cilat po ndodhin të mund të balansojmë atë që do të përmirësojmë pagat e tyre, të ardhurat e tyre, kushtet e tyre të jetesës, që mos ndjehet shumë. Dhe unë e shoh që kjo qeveri në mandatin e saj do të, me projektet që i ka, me investimet që i bën në gjitha fushat, këtu duhet përmendi edhe ajo që ka qenë kritika më e madhe e opozitës sa i përket infrastrukturës, që të vazhdoj edhe me intensitet më të lartë koridori 8, segmenti nga Tetova deri në Qafthan, ku veçmë është përmbyllur konstruksioni financiar për segmentin Tetov-Bukojçan, veçmë shumë shpejt do nisin punimet edhe për segmentin Bukojçan-Izvor, që janë siguruar, është siguruar financimi, është projekti, dhe gjithë segmenti i koridorit 8 që është në pjesën perëndimore të Maqedonisë, të dominuar me shqiptar, po realizohet me një intensitet të lartë, ku pritet në gjithë këto investime të realizohen pra investime me vlerë diku mbi 3 miliard euro. Po ashtu, e din opinioni që nis shpejt realizimi i projektit Shkup-Blac, me çka brenda mandatit pra do të realizohet një pjesë e madhe e këtij projekti, dhe gjithë këto investime besoj që do të sjellin lehtësime për qytetarët, do të sjellin mundësi për zhvillim ekonomik, sepse janë investime miliona apo miliarda në momente të caktuara, të cilat do të kenë një impuls të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik të vendit, por edhe në përmirësimin e mirëqenies së qytetarëve. Shoh që në fund të mandatit kjo qeveri të llogaritet për projekte që ka realizuar në përmirësimin e jetës së qytetarëve. Zotëri, falenderoj shumë për këtë intervistë. Faleminderit. Ju dëshirojmë suksese në rrugtimin tuaj, suksese edhe gjatë bisedimeve për rekonstruimin e qeverisë dhe gjitha projekte që i përmendet, dhe pas disa kohësh sërish të ulemi këtu dhe të flasim edhe për një bilans tjetër të arritur. Edhe një herë faleminderit. Faleminderit juve për mundësinë, edhe një herë ishte hera e parë pasi veç më kemi raportin për punën 2 vjeçare, por edhe momentet, do kisha thënë, kritike në këtë fazë të riformatimit të qeverisë, kështu që faleminderit që kisha mundësinë që gjithë këto informata t'i ndaj me opinionin. Pra, të shikues të nderuar, ndoqët edhe një edicion të emisionit On Time, deri emisionin